Pra, çdo mirësi që te Allah më jep mua, unë jam i kënaqur. Dhe Allahu vërtet i dha mirësinë dha Musait alayhis salam. E begatoi Allahu me një miqësi të mirë, mu bë mik me pejgamberin Shuaib. E begatoi Allahu me tokat të begatshme. E begatoi Allahu edhe në këtë dunja, në këtë botë, por padyshim edhe në botën tjetër. Ama pse na nuk e themi këtë lutje, këtë dua shpesh me gjuhën dhe zemrën tonë, jo thjesht me al-lisan, pra jo thjesht me gjuhën tonë ta themi, ta thuash këtë dua, po ta thuash me ruh, me shpirt, ta thuash me al-qalb, ta thuash me zemër, ta thuash me al-lisan, po dhe me gjuhë, po dhe ta mendosh me mendje. Pra, mendja, akël, ruh, shpirti, kalb, zemra, lisan që është gjuha, shqiptimi i saj.